Jo, unë me Uranin kemi pas diskutime të sinqerta. Kemi pas diskutime, ne normal kemi mendime të ndryshme se çka është prioritet për kryeqytetin. Po, kur jemi ullë bashk, edhe kemi diskutu, e kemi kuptu, që edhe vizioni im për projekte të mëdha që vijnë kryeqytetit, edhe vizioni i Uranit për projekte të tjera të cilat janë të nevojshme për menaxhime mirëmbajtje të kryeqytetit, të dyja nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Pra janë sinergji. Edhe për këtë arsye jemi kuptu mirë, e lehtë, e shpejt, kemi reflektuar normal, asnjëri nuk jemi pa ashtu Pathmeta. Më thonë, po nëse ne e kemi atë mendësinë për me reflektu, për me diskutu, për me spjegu problemet të cilat i kemi pas, për me reflektu edhe me gjetë një gjuhë përbashkët për të mirën e qytetarëve të kryeqytetit gjithmonë. Pra me mendu për tej egove, për tej partive, me mendu për qytetarët, sepse qytetarët neve na kanë zgjedhur ose na kanë votu për me zhvillu këtë vend, këtë qytet. Nuk na kanë zgjedhur që unë aty me shfrytzu pozitën, me thonë unë jam kryetar, apo unë jam nën kryetar, apo unë jam kësi asi. Ne jemi në shërbim të qytetarëve të kryeqytetit. Secila pozitë në kryeqytet është pozitë shërbyese ndaj qytetarëve të kryeqytetit. Edhe në momentin kur ne si partner të koalicionit e kuptojmë këtë edhe përbashkohemi në një vizion të përbashkët që i merr parasysh edhe votuesin tim, edhe votuesin e Uranit, edhe votuesin e Ajrullahut, domethënë të gjithë i merr parasysh edhe i shtym përpara këto procese, atëherë ne fitojmë besimin e qytetarëve të kryeqytetit edhe për këtë arsye dhe jemi aty. Nuk jemi aty për me ushqy ego tona. Nuk duhet me pas ego hiç. Ne jemi shërbyes. Nuk jemi me arrit me njëri tjetrit që ku jemi atë çka bojmë, apo i kemi fitu veç 51%, që ako me bo në herën tjetër, ko me marrë 60%, ako me marrë 70%. Qa i vynë ati 51% a 60% a 100% kur nuk ka kryu asë një punë për qytetarët e Kosovës, për shembull. Në dikush që ka një 5%, 10%, që ka... Mund është me thonë që se është jashtëzakonisht e çuditshme kjo. Nuk ka kryer asnjë punë për qytetarët e 51% e votojnë. Po them, ne tash duhet me analizu edhe në aspektin e shoqërisë tonë. Po them, jemi një shoqëri e re në një proces të shtetformimit. Kemi dalë për një situate të vështirë para tash, po them, tash e 27 vite për një lufte. Kemi qenë të traumatizuar. Sot ende nuk jemi, po them, nuk na ka njoft shteti fqin Serbia, edhe kemi njerëz, politikan, që e shfrytëzojnë këtë fear, më thonë frigën e qytetarëve, edhe i shtin me u frigu edhe ma shumë. Nëse ti nuk punon për zhvillim, me krijimin e mundësive për qytetarë, ti au hek frigën. I liron prej aty në probleme që i kam pas gjatë kohës luftës, por kur ti ton kohën, i thu luft, okupim, luft, më thonë, ti po i shfrytëzon traumat që i ka pas ky popull, po i traumatizon edhe ma shumë. Lojë psikologjike, po i traumatizon edhe ma shumë për me i sundu, sepse ti sundon nëpërmjet frigës.